Për disa muajsh po vjen puna për rikonstruksionin e rrugës Roza Lane dhe degëzimet e saj në lagjin Marlula në Shkodër. Aktualisht po punohet për vendosjen e stabilizantit dhe shumë shpejt do të nisë dhe asfaltimi i rrugëve në këtë lagje. Banorët thonë se ka rreth 30 vite që nuk është ndërhyrë për rehabilitimin e rrugës. Faleminderit prej bashkisë që hyra ndërmend për ne. Po ne punojnë këtë rrugë, kam besim se do të dalin mirë. Kena vojt tash 30 vjet që besa më kanë rrezik më ra mytë fëmija shkollës në puseta ujtë. Shqyr po rregullohet, po bati punë mirë. Unë s'kam fort të bëj me ta, kupton po. Thjesht punë mirë, me pak fjalë. Kja mobilet pakën 30 vjet me vones. Po me nisi që ka nisë mirë, se si përfundojnë e din firma. Po ka shumë vështirë përpara me kalu këtu? Po e drejtja punë se ka kanë me kalu me qizme peshkatarsh. Të një lumë, po inshallah e bojnë realitet ata që kanë nisë. E duke firmë serioze. Investimi që po realizohet nga Bashkia Shkodër, që pritet përfundojë 6 muaj nga nisja punimeve, ka vlerën e 425 milion lekëve me TVSH. Përfundimi i punimeve pritet të shërbejë një numër të lartë banorësh, të cilët jetojnë në këtë zonë.